Natyrisht që kjo nuk është një çështje periferike. Kjo çështje ka të bëjë me punëtorët shqiptar kudo në Europë, e që natyrisht vlejnë shumë më tepër se sa çdo betejë apo garë midis opozitarëve se kush është opozita më e zëshme në një protestë apo opozita më e zëshme në Shqipëri në tërësinë e saj. Do doja që ta ndaja informacionin me opinionin, pra edhe me njerëzit e interesuar, se deri më sot kemi 21 marrëveshje pikërisht për punëtorët shqiptar jashtë Shqipërisë, po nga të cilat përfitojnë edhe punëtorë të huaj që punojnë në territorin e Republikës Shqipërisë. Kemi ndërto 16 marrëveshje që janë efektive, pra për cilat apo përmes të cilave përfitojnë maksimalisht punëtorët shqiptar që kanë punuar jashtë e që duan të marrin pension këtu apo jetojnë atje, duan të marrin edhe pensionin që apo t'ju llogaritet edhe vitet e punës këtu. Kemi 5 marrëveshje të tjera që janë në procesin e nënshkrimit me vendet respektive apo me shtetet respektive për të plotësuar kuadrin e plot që mbulon thuajse të gjithë punëtorët shqiptar kudo që ata kanë punuar, kanë kontribuar në ekonomitë atyre vendeve, kanë paguar sigurime shoqërore atje, kanë paguar sigurime shoqërore këtu e duan të marrin maksimumin nga puna e tyre dhe sigurimet shoqërore që kanë paguar. Do doja që t'ju thoja që e fundit në radhë që ne kemi miratuar këtu ka qenë marrëveshja me Republikën e Italisë, e cila është në funksion plot, deri tani ka të paktën 8.000 aplikime të punëtorëve shqiptar që duan të përfitojnë nga kjo marrëveshje e njohjes sigurimeve shoqërore të paguara atje apo këtu, për t'i marrë këtu apo për t'i marrë atje, me qëllim që të maksimalizojnë të ardhurat e tyre nga puna e vështirë që kanë bërë veçanërisht në emigrim, pra në vende jashtë dhe larg Shqipërisë. Ajo që natyrisht dhëmb, edhe kjo marrëveshje e sotme vlen pa diskutim, po marrëveshje me vende ku ka pak punëtor shqiptar gjatë gjithë historisë së këtyre 35 vite vlen më shumë për ata që mund kenë punuar këtu se sa për punëtorët shqiptar që kanë qenë atje, e që kanë qenë në numër më të vogël. Por po thoja që ajo që dhëmb shumë në këtë histori është marrëveshja me Republikën e Greqisë. Zotëria që harroi se për çfarë çështjeje flitej këtu sot, apo ishte në rend të ditës sot, dhe zgjodhi të flasë për një temë që është e parapëlqyera e tij për tu sjellë si gjithmonë ai që s'është, apo ai që hiqet, ka qenë kryeministër i Republikës Shqipërisë, disa herë madje, po kur nuk ja doli as me Mitsotakjesin e vjetër, as me Karamanlis, me këta të majtët që kanë qenë në pushtet në Greqi jo, se i konsideron të armiq të tij, po as me Mitsotakjesin e sotëm, të arrijë një marrëveshje për punëtorët shqiptarë që kanë qenë, kanë punuar, kanë kontribuar, kanë mbajtur ekonominë e Greqisë, me thënë drejtën, kanë bërë punët më të vështira të asaj ekonomie në harkun e viteve të tij. Madje edhe sot që e kishte mundësinë për të folur për këtë gjë, nuk tha asnjë fjalë. Zero. Se për të shqiptarët e Greqisë, apo punëtorët shqiptarë të Greqisë, janë kundërshtar. Janë njerëz që nuk e kanë votuar. Janë njerëz që kanë abuzuar. Njerëz që kanë votuar 90-95% Partinë Socialiste të Shqipërisë. E pikërisht për këtë arsye, për ta nuk duhet folur. Madje, nuk do duhet kur që të shqetësohet ndonjë kryeministër i Greqisë apo qeveria e Greqisë, pikërisht për këtë çështje, që është një çështje shumë e rëndësishme e lirive dhe të drejtave të njeriut. Të njeriut. Kjo nuk është një histori i pensionesh, nuk është një histori i sigurimesh shoqërore. Kjo është një çështje themelore e të drejtave të njeriut, e të drejtave të shqiptarëve që punojnë dhe jetojnë në Greqi prej 35 vitesh. Duhet ta mendojmë kështu.
Në qoftë se e mendojmë si një çështje të rëndomt sigurime shoqërore, atëre Greqia do t'i mbajë ato parat e kontributorëve, e punëtorëve shqiptar gjithë jetën. Ndërkohë që në anën tjetër nuk ka asnjë të drejtë të mbajë atje kontributet e sigurimeve shoqërore të shqiptarëve, punëtorëve shqiptarë atje. Për më tepër kur nuk ju jep asnjë lloj shërbimi. Shqiptarët që kanë punuar atje edhe në zezë, nuk kanë patur zgjedhjet e tyre, po e kanë patur zgjedhjet e një ekonomie informale, siç është ajo ekonomia e Greqisë. Patjetër konkurrojmë ne si dy vende fqinj për informalitet, me thënë drejtën. Tani, ca gjëra i kemi mësuar edhe nga fqinjët, nuk i kemi thjesht tonat. Por do dua ta them me forcë që Greqia po shkel të drejta shumë të rëndësishme për shqiptarët që punojnë atje, për punëtorët shqiptarë atje. Kur shikoja ato sindikatat greke që çohen masivisht e zënë rrugët e Greqisë, ishte që më shkon mendje që qeveria e tyre po patjetër shkel edhe drejtat e tyre. Ama shqiptarët atje, punëtorët shqiptarë atje, nuk kanë absolutisht as të drejtat që kanë apo ju paguhen punëtorëve grek. Po barazi minimumi duhet kishte. Me grekët po, po edhe me polakët, edhe me romunët, që janë emigrantë atje, e që Greqia ja u ka njohur sigurimet shoqërore për efekt të pensioneve në vendet e tyre apo në atë vend. Po shqiptarëve pse jo? Pse jo? Po si ka mundësi që Greqia kujtohet për të drejtat e shtetasve shqiptarë këtu në Shqipëri, po nuk kujtohet kur për të drejtat e shtetasve shqiptarë atje në Greqi? Si ka mundësi? Dhe si mund t'i shmanget në këtë mënyrë një të drejtë që ja njeh kujdo, vetëm shqiptarëve s'ja njeh. Nga gjithë Europa, vetëm shqiptarëve nuk ja njeh. Dhe ky është një problem shumë i madh në marrëdhëniet midis nesh. Dhe nuk mundet që Greqia të kushtëzojë çdo marrëdhënie tjetër pikërisht me këtë gjë. Ne ju mbajmë këtë ose ne ju japim këtë, po ju do na jepni edhe këtë, edhe atë. Në përfundim edhe varre që nuk janë apo nuk ekzistojnë. Këtë kam, dhe nëse kam një lutje për qeverinë e Republikës Shqipërisë, po mbi të gjitha edhe për Kuvendin e Republikës Shqipërisë, është eksaktësisht qëndrimi i qartë për këtë çështje, që është një çështje e lirive dhe të drejtave të njerëzit. Jo çështje sigurime shoqërore, as çështje pensionesh. E dyta gjë që dua të them, nuk isha këtu më herët, dhe po bëj dhe unë si ai tani, se s'kam ç'a bëj. Kam 30 vjet me të edhe s'dal dot nga korniza ku kemi hyrë që të dy. Do flas dhe unë siç folja i për mua. Me thënë drejtën Sali, dua ta them këtë gjë, unë nuk hiqem, unë jam. Ashtu siç edhe ti Sali je, ai që të njohin, dhe jo të njohin shqiptarët, po të njohin edhe ndërkombëtarët, me thënë drejtën, unë se kam këtë famë ndërkombëtare, të njeh edhe drejtësia. Unë se kam këtë famë as ke drejtësia, që ke ti. Je njeri i famshëm, Sali. Sinqerisht je njeri i famshëm në këtë lëmë. Por kjo që bën, që një ditë thua një gjë, ditën tjetër e përmbys atë dhe zgjedh një gjë tjetër. Një ditë të tretë i përmbys të dyja gjërat që ke thënë më përpara dhe zgjedh thuash një gjë tjetër, natyrisht që na ndan. Unë nuk e bëj dot këtë gjë, Sali. Unë prandaj them që unë nuk hiqem. Unë jam. Nga dita 1, në ditën 2, në ditën 3 dhe them qartësisht atë që mendoj. As për të bërë disidentin, as për të bërë ndonjë tjetër. Jo, për të bërë veten. Shumë qartë. Dhe në këtë historinë e kësaj protestës, unë nuk e ndroj qëndrimin si ty. Po kam thënë që ditën 1 atë që mendoj. Që në atë protest, pa tjetër, se dëgjova dhe zotin Noga këtu pak më parë, ka qytetar, ka shumë qytetar. Po realisht qytetar. Ashtu si që ka, pa tjetër, edhe përfitues politik, ka më banalet.
Janë gjithmonë ata në një protest. Duan të marrin një gjë të vogël atje banale, të bëjnë një video, të bëjnë një foto, selfie e kështu me radhë të duken jemi dhe ne atje, kemi qenë dhe ne atje. Ashtu siç ka, do e mos njerëz që protestat duan t'i evidentojnë, t'i bëjnë më të mëdhenj se ç'janë. Ashtu siç ka edhe nga ata që gjatë tyre ditëve kanë dalë vazhdimisht, janë pak janë, po kanë dalë vazhdimisht, e që janë këta konspiracionistët konservator, sovranist, këta. Edhe që sajojnë shitjen e këtij vendi, shitjen e pjesëve të këtij vendi, tek ai, tek ajo, tek një tjetër, kështu me radhë, ashtu siç ka të rreshtuar me ta e që i besojnë të gjitha lajmet që më në fund tani kanë filluar të kuptohen si dizinformim. Dhe në fund fare ka dhe badakçi i plot, rrugaç, banal. Që nuk ju vjen mbarova bora, mund s'ki merak, nuk ta marrë kohën. Pra, siç ka edhe rrugaç ordiner që nuk ju vjen turp fare nga robët e tyre, kur shajnë robët e tjerëve. Kjo është gjëja. Po tani që të vi flamuri këtu e të bëj garë me ata marksistët, me ata që se din çfarë janë, me ca të tjerë, ku di unë, kur flamuri ka një pjesë të mirë atje. Për fat të madh, kamerat janë aty, kanë fiksuar portrete sa të duash. Po unë nuk e bëj atë që bën flamuri, që të vi këtu e tregoj foto. Ju lutem konkludoni. Se me thënë drejtën i kanë pas aty në krah. I kanë pas në krah. Në këto zgjedhje. Zoti Braçi. Ka që thjesht është, hiqni dorë nga kjo historia që patjetër mund t'ju bëj pjesë protestës, po nuk ju bën thelb protestës. Faleminderit. Zoti Gazmend